I dashur profesor Moshima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Tëra kukla e motrës tënde! Bën mirë që ta marrësh para se ta vjedh në një vajzë tjetër. Djali robot çfarë po bën? Duket se djali robot është mjaft fort. Ndoshta mund ta përdori komforcinë e tij në avantazhin ton. Hey, Salvatore! Oh, ai është i vogël dhe i ëmbël. Apo s'është kështu, shef? Po, jo si ato krijesat e tjera të shpifura, që do kafshojnë dorë që ushqen me bukë. Salvatore e do shumë babin, apo jo? Hajde, merre një farë. Ai më kafshoi! Konstantin, vendos atë në supë. Por, shef, ishte një aksident. Ai thjesht tonte farën. Kjo nuk është temë për të diskutuar. Për si të thash, kam shumë punë për të bërë. Mos u shqetëso. Unë do ja hedh plakut të vjetër me supën me mjush. Dëgjoj valla, e di që jeni efikosur me kurtin, por nuk mund të lësh shkatësimet të mërzisin. Ti je një roje. Shiko, Gaz, jepi, tallë me mua. Me kënaqësi, ti e kokomadh dhe je paksa budalla. E sheh? Nuk më mërzit fare. Dhe marr erë si një prapanicë e madhe me lesh. Në rregull, mjafton me kaq. Dhe ti je shakaja e shkollës, sepse mendon se ke shpresa me Bambin. Se ti ndërsir e vogël. Përshëndetje shumë Taraq, ti je kaq i shëmtuar sa që kur hyre në një kompeticion shëmtirash të thanë që nuk lejon profesionistet, shumë faleminderit. Ti je aq i shëmtuar sa bëndhe që e pën të qaj. Ti je kaq i shëmtuar sa që kur ecën pra një banjus shkarkohet, shumë faleminderit. Je kaq i shëmtuar, jo ti je i shëmtuar, jo ti je i shëmtuar, jo në të vërtet ti je, jo ti je i shëmtuar, jo në të vërtet ti je. Ti e kaq i shëmtuar, sa që kur lëshon një bumerang, nuk kthehet më. Faleminderit shumë. Bum! Ti e ende i shëmtuar. Prit këtu, do ketë një monet më shumë për ty. Po për i thesha kapra të monedët. Ma të mira. Ta më falësh Tomi, por ti më the që të dëshaja, ti e di që ndonjëherë flas pa pushim si habukën. Çfarë ndodhi këtu? Hey, kush doli robot? Këto ti botat janë krijuar krenarisht nga Kazilanda. Po jo. Kjo është lavdëruese, ti nuk u godite nga shkopi shëmtuar, ti more gjithë femën. Çfarë dhe ti Llamarin? Jo, prit. Mund të duhet të na ndihmoj të gjejmë djalin robot. Kjo nuk ka mbaruar. Në rregull profesor, po tani çfarë? Lidh prizën C tek transformuesi dhe fillo sekuencën e rigjenerimit. Shumë mirë, makina do të jetë aty vërtet së shpejti. Më falni që nuk mund t'ju bashkohem juve. Do jemi mirë.
Shpresoj që të ketë material të ri, sepse ti je I shëmtuar, po vjetrohet. Ti e kaq budallaku shkon tek lexuesi I mendjes sa që merr gjysmën çmimi. Na rregull, kaq ishte o burr. Le të shkojmë. Në fund, sopa ime me mjush. Nuk mund të klenoj me stomakun bësh. Më kujton një budallak kjo gjëja. Nuk ka si mjush në këtë sopë. Duhet një gjuhë dalluese si e imja për ta kuptuar. Ku është Salvatore? Ti qaramani madhe I topët. Një copë plerësh sentimental dhe I but. Nuk ka rëndësi, le të fillojmë klonimin. Aktivizoj instaluesin G. Nuk mund të jesh kaq I pas shpirt. Konstantin, të më falësh. Ti e asistenti më I mirë që kam pasur. Bla 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 bla. Ti e shktheu në punë. He, budalla, si e mba një idiot në emocion të madh, do ta them më vonë. Shumë faleminderit. Ja, vërtet. Shumë faleminderit, po. Shumë përqeshur, shumë faleminderit. Për çfarë na duhet neve ky pa edukat? Kamikaze është kaq emocional, sa që po të marrin botin të dashaj, do të udhë dhe do të harroj fare djali robot. Tregohu jashtëshëm, Konstantin. Do të të vishoj rrogën. Dhe unë do të mbaj gjysmën. Shkurta piq. Ti je aq I shkurtër sa që mund të ulesh në një kuti shkrepsësh dhe të tundësh këmbët. Çfarë më the mua? Flasim për një shkurta piq, pas që duhet të ngresh mbathjet. Supa nuk është gati, shef. Prit mo këtu, ti humorist I madh. A je mirë? Jam që mirë, Tomi. Le të dalim që gotej. Ja tregoj unë ati, ti boti të pa edukat. Hej, le të shkojmë. Të bëjqi shakat, si të duket një super mjush mutant. Salvatore! Doktor Mini nuk të lëndoj ty. Dhe çfarë pastaj, shumë faleminderit, tani të lutem olo. I që qafe botin të, Salvatore, mos trego asnjë mëshirë. Unë do jem të thoma panikut. Wow! Wow! Prema jote mban erë aq të keqe sa që njerëzit me zi presin gazrat e tua. Në asnjë mënyrë, unë dua të shoh atë ti botin të vdekur e të kremosur. Bukur gaz, pasi ndihmove për të shpëtuar djali robot. Ndihmuar për shpëtim? Djali robot nuk ka nevojë. Fantastike, je I lumtur tani. Oh, ai kujton se djali robot është një far. Ai duhet që të jetë I uritur. Edhe unë plako, çfarë ka për të ngrënë këtu? Ragazzi, çfarë ndodhi kështu? Fantastike, fantastike. Djali robot! Supe trash me mjush të rem. Jo keq, por mund të kishte përdorur mjush të vërtet. Au. Oh, yeah! Ai pa ma përtyp mua.
kjo është kaq e shpifur. Shumë mirë, Salvatore. Kujtohu kush të liroj nga i dyqani i kafshëve tek qendra tregtare. Hej, Shamtaraq, e di sa i shëmtuar je kur flet, mundohu të mbledhësh pëllumbat, vlla. Mos e lëndo atë shoku, ai s'ka ç'bën, ai është programuar i tillë. Është në rregull, djali robot e anashkalon krejtësisht. Shumë mirë, jam krenar për ty. Ti vërtet e kuptove mosimin tënd. Par po she kok balon, unë e dëgjova që ftove Bambin, dhe ajo tha që nuk takon tjetër përveç ratës së saj. Si e di për këtë? Mbaj flokët në vend, thjesht po bëj shaka. Ajo tha që ke qenë i mërzitshëm dhe i shëmtuar, por tani e kundërta, je i mërzitshëm. Jam fantastika po Ka ja. qishta, djali robot, sulmoje! Faleminderit shumë!